Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu për të drejtim të falë kërkuar dhe datë bekimet Allahut të qofshin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e shokët dhe gjithë që ndikën rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërrohet jemi sot në ditë të veçantë të javës në ditën e Gjuma dhe në kuadër të temave që po lasim për to para namazit Gjumas është një pyetje e madhe që po mundohemi të japim përgjigje sipas mësimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti pranë se jemi në kësaj bote, vazhdimsi do të qoftë për probleme të ndryshme. Do të kemi situata kritike. Dhe kërkesa e tij vetëm për të situatë është kur të dalë. Dhe kur mirë të dalë. Si me një dalë. Si me pashtë si një duqë, për që dalë, me dalë nga situatë e krizë e ndryshme. Andaj, në kuadër të kësaj kemi marrë disa raste ngjarje nga udhëzimet, nga rrëfimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që flasin për disa raste ndryshme e që në fund personazhet e këtyre rrëfimeve ja kanë dalë me lejen e Allahut të mënduar. Por në rrëfimin e fundit kemi marrë një rast që bëhet fjalë për 3 personazhe e që ju të gjithë ja kanë dalë. 2 kanë dështuar e njëri ja ka dalë. Nga se edhe kjo është më rëndësi me ditë, si i ja dolën edhe pse nuk ja dolën. Andaj kemi marrë rrëfimin e atyre 3 të sprovuarve që kanë kërkuar nga meleku që Allahu ka dërguar që t'u largohet sprova shëndetësore dhe t'u jepet pasuri që me te mund të kalon jetën. Allahu xhallahu ala u dha gjithë ato që kërkuan dhe shumë më tepër se ata që kërkuan. U largoi Allahu xhallahu ala tmetat, problemet dhe i pasuri që nuk e kishin imagjinuar asnjëherë. Pas një kohe, Allahu dërgoi prap melekun, sprovë për ta, por ju në formën e parë, tashmë në formën e mëhershme sikur kanë qenë ata më herët. Dhe ta ai që kishte problem me lkurën, domethënë, shkoi në atë formë dhe formën e varfër, i tha, pasha që ta ka jap këtë lkurë të mirë e këtë pasuri, më jap një deve. Por ai mohoi fatkeqësisht e tha, s'ma ka jap kurkush, vetë e kom fitu, babë gjysh këna pas gjithmonë, domthon gënjeu. Edhe i dyti kishte problem me flokët e tij që talleshin njerëzit për shkak të kësaj tmete. Allahu xhallahu ala e shëroi dha pasuri, ja mbushi luginin me lop. Megjithatë, kur erdhi meleku në formën që ai ka qenë më herët, ja kërkoi një lop sadak, nga se kishte qindra lop të tjerë, e mira të tjera lop. Tha, vetë i ka fitu shpenzimet e mëdha, kemi shumë obligime, nuk ka mundësi me të dhënë. Në 2 raste meleku tha, nëse po gënjen, ktheft Allahu që shekon. Në rastin e tretë shkoi tek i verbëri, që ka qenë i verbër, dhe Allahu ja ktheu shikimin dhe gjithashtu e pasuroi me dele, ja mbushi një lugin me dele. E shkoi ky melek në këtë formë, e i tha, pasha që ta ka dhonë shikimin e këtë pasuri, ma jap një dele që të vazhdoj rrugtimin tutje e më kryen punë në rrugën time. Tha, për hir të Allahut sot nuk nali kur gjë, merr çka dush e le sa dush. Ishte bujar, edhe nuk jam hënë të Allahut bamirësi dhe kujdesin. Andaj, meleku i tha, unë jam vetëm sprov, s'më duhet pasuria juaj. Jam sprov, 2 shokët e tu dështuan e ti i adole. Që kjo është e që për interesant, ti i adole. Pse i adole kjo? Këti i mbet pasuria, i mbet shëndeti, e ata 2 partë u kthyen në gjendje si kanë qenë më herët. Edhe në kuptimin shëndetësor, edhe kuptimin material fatkeqësisht. Kemi marrë disa dobi që dalin nga ky rast të ndëruar vëllezër, dhe kemi përmendur se Allahu xhallahu ala kërkon nga njeriu që ai të jetë adhurues i Allahut në çdo situatë, edhe në situata kur është i shëndosh, por edhe kur është i smur, edhe kur ka dhe kur nuk ka. Gjithmonë duhet besimtari të jetë
i përkushtuar në adhurim dhe Allahut të madhruar. Nuk duhet me kushtëzu adhurimin me gjendje të caktuar. Nëse shnosh na falna, nëse ma falë Allahu një djalë falna, nëse Allahu ma mundësë me impun falna, s'ka lidhje kjo me namazin. Namazi ka lidhje me ekzistencën tonë, a ekzistanti, a e rabi Allahut, po, a e musliman, po, namazi me qëta lidhet, jo me situata çfarë i kitë një të ndonë. Ato e në tjera pastaj. Ti është musliman, nuk ka lidhje me çka ke apo çka s'ke, po ka të bëj me bindje, se ti i bindur se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet, ti i bindur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dërguari i Allahut, dhe i bindur se Kurani është fjalë e Allahut. Andaj në bazë të kësaj ti je musliman dhe nështrosh, jo në bazë rrethanave të caktuara. Dhe nëse njeriu, do të thonë, nuk din kështu më u përgjigj, duhet me ditë se ka rënë sprovë. Prandaj na duhet me ditë kur ja dalim e kur nuk ja dal mjet në kësaj bote. E për me ja dal edhe mos më ja dal, ne sprovojmë në baza ditore. Çdo ditë ki prova tilla, apo ja dal as po ja dal. Çdo ditë është një tregues i suksesit apo i dështimit tonë. Derisa ky sukses apo edhe ky dështim eventual në fundit grumbullohet edhe me të del për dunjas. Shkon tek Allahu xhallahu ala më gjyku e pastaj shihet. Sa ti ka qenë ditë e suksesshme e ditë e pasuksesshme. Në bazë të kësaj vlerësohet a kimi ja dal ditë gjykimit apo s'kimi ja dal ditën e gjykimit. Allahu xhallahu ala na ruajt. Gjithashtu të ndërvazhdim nga dobit që marrim nga ky rrëfim është se nëse sprovosh në diçka të pakëndshme, ki mundim, ki dhimbje të caktuar, nuk ka të keqe me kërku nga Allah me të largu këtë. E keqe është me shpreh pakënaqësi, revolt, që manifestohet përmes mendimit të keq për Allahut, manifestohet përmes fjallit të këqija për Allahun xhallahu ala. Kjo është e keqe. Njëri sprovohet me diçka të caktuar, çka do qoftë, në pasuri, në familje, në shëndet, në qëka të qofë sprovohet, e thot, e pse mu Zoti s'po mbledh me qelë sytë kur? Para me nëjë qëfa fjale. Para nëjë qëfa fjale e ronë dhe keqe. E pa drejt, nuk o që shtut. E pse ati pje e pa mu s'po mjep? Kjo pa drejtësi, me thonë kështu. Ose forma tjera të shpresë pak nëcis. Që kjo është ndalume? E që kjo nuk bënë? Nërso njeri me kërkun nga Allah o Zot, unë jemi smut, o Allah, e kom këtë lashe, e kom këtë problem, më ndima, kjo është e kërkuar. Që të kërkujmë nga Allah në dim. Pra ne këtu du të me bodalimin mes pajtimin me caktimin Allahut dhe kërkesën drejtuar Allahut që Allah të na e lërgën këtë sprovë, këtë mundim apo këtë telashe. Ne pajtojmi, Zoti ka dashur, na e dim që nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut manduar. Gjithë çka do me lejen e tij. Ai e din më së miri me çka do godet. Ai e din më së miri sa ke mundësi ti me bajt. Ai e din më së miri, nuk e din ti. Ne jemi të bindur se Allah nuk e ngarkon askë për te mundësive të ti. Ne jemi kështu të bindur. Ne jemi të bindur, bindet plot se Allah xhallahu nuk i bën asku padrejsi. Absolutisht. S'ka mundësi. Allah kërkujt zullum si bën. Nuk e ngarkon për te mundësive. Nuk e privon askë nga ndonjë begati e caktuar pse nuk ka. Jo ai ka sa dush për gjithë. Mirë, po gjitha këto i bën nga urtësia. Ai e din. Prandaj në bazë të bindjes tonë për Zotin ton, ne kështu reagojmë. E din Allahu, ai ka urtësi në këtë punë. Unë nuk e di ndoshta, se kuptojnë. Mirë, po çka më takon mua? Nështrohem, bindem. Çka është ato? Andaj këta ishin, domethënë të sprovuar në lkur, në sy, në trup, të sprovuar. Dhe Allahu dërgoi melek kërkoni. Do në rregull është me kërku. Kërko pasuri, kërko shëndet, kërko mirëqenie, kërko rahati, nuk prish punë. Kërka, mirë po nuk duhet me konë zemra jote e mlefosur larg asaj, apo zemra jote e mbushur me mendim të keq për Allahun xhallahu ala. Pse më ndodhi kjo? Pse më ndodhi kjo? Gjithashtu të ndërvëzër në kuadrë të kësaj është se njeriu kur kërkon nga Allahu te barekuta që Allah t'ia largon një sprovë, një telashe, edhe këtu nuk duhet me qenë nxituar. Do të thonë që sa po lutna, Zoti s'po më kthen, Zoti më kalon, edhe këtu s'ban. Andaj, edhe kur kërkojmë kemi mendim mirë për Allahun xhallahu ala, po edhe kur presim përgjigjen kemi mendim mirë për Allahun xhallahu ala. Ai e din më së miri. Prandaj nuk është galja jon kur ka marrë përgjigja, se nuk e kemi këtë në dorë.
E cila është gajla jonë, cila është brenga jonë? Lutja. Apo lutësh që duhet? A i ke plotësu kushtet e kërkesës? Ka më rëndësi? Ka është më rëndësi? Nga se jemi të bindur, si kur se thash, se Allahu xhallahu ala është bujar, është bëmirës, është i drejtë, dhe ai e din më së miri se kur na përgjigjet në kërkesat edhe në lutjet tona. Andaj lutuni për çka do që keni nevojë, për gjërat ndoshta më thjeshta në jetën juaj. Lutuni, pa problem. Lutë Allahun xhalla xhelalu. Mirë, po asnjë mos u zgënje. Asnjë mos nxito, mos u ngut. Muhamedi alayhi sallam ka thënë, Allahu i përgjigjet e robit nëse në ai nuk ngutet. I ka thonë, ja Rasulullah, e çka bjen më gut? Kur gutemi në ndoa? Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam si përgjigjen këtë pyetje, thot, ngutet robi kur thot, u luta pas më përgjigj. Çfarë po gutesh? Ku më din që të përgjigj? Ku më din kur të përgjigj? Çfarë po gutesh? Prit pak. Ai e din më mirë kur largon këtë telashe, këtë sprovë. Madje të ndërvozur nga mirësitë e kësaj pritje është se sado që lutesh ti shpërblehesh. Sado që pret, apo ti paguhesh. Atëherë çka je të hub? Kur gjë? Durimi është shpërblim, lutja është shpërblim. Andaj në pritje s'ka humbje, në pritje ka fitim. Ti e të fitu, nëse e ke kuptu këtë komunikim me Allahun xhalla xhelaluhu. Përmendoni për shembull të ndërozur, një njeri ka dorëzu me u punësu dikun me një punë, apo rroga është 700 euro. Përmendoni, nuk ka kështu, veç po them si shembull me kuptu. 700 euro rroga, 1000 euro rroga, sa më rëndësi sa rroga. Dhe ka dorëzu kërkesën. Ata i thonë, prit pak derisa të shqyrtohet kërkesa juaj. Mirë po, i thonë, çdo muaj që je të prit t'i japim 4000 euro. 3 fish në rrogës. A mërzitë të prit kë? Jo, dhe zgatë në sa dëni, s'qem heq për gutëne. Apo, hiç s'qem për gutë, ka dale. Hiq më sugot një. Pse e që po e merë, o shumë me madhë se e që po e pret. Andaj ti mund me lutë Allahun xhallahu për diçka thjesht, që kur të përgjigjet, fiton, po jo shumë. Ti me nënso shumë. Ndërsa në pritje ka ma shumë se në përgjigje. Andaj që është Allahu xhallahu ala, që t'jep ma shumë, kur ti me nënë që s'pa t'jep. Kur ti me nënë që s'ka dhonë, që atër ma shumë t'ka dhonë. Bujarë, bamirës, aje din mas miri që s'tjep, ama kur mës me na, se nëse ti ati drejtosh, në derën e ti të rëkit, ati janë ngridurt, aje ti këthen bosh, kështu mës me nën kur. Ja, tek Allah s'kthehet kur kush duar bosh, as kush, absolutisht. A dini kush kthehet duar bosh? Aje që lutë Allah në s'ka bindje. Thot, po lutë në, po s'di që po lutë në vëllë, që ashtu të hoqja, e që ti Allah si përgjithë, ja, kështu s'ka. Ki mu lutë me zemër të plot bindje, po që shtu lutë është, për lutë i Allah në gjellë ula se ajo është adresa e dur, ajo është dera e dur, që unë e trokas në atë derë, edhe Allah ka mu përgjigj, herë dhe kur da, me këtë bindje unë e drejtona. E që shtu po. Mirë po, me dilema, dyshime, me hamendje, me eksperimente, të pravaj edhe qëta. Kesh të filoni, së më kryti të filoni, hajtë të pravaj edhe në gjami për shka japëtën. A i vjen në gjami me pravu, e këtu s'vjet me pravu. Këtu s'ka prova, këtu s'është eksperiment, këtu është bindje, këtu është nështrim. Këtu kur vish dje që, ja ke qëllu dire së dur, tek Allahu je këthy jopëtën. Që kështu muslimani vepran, që kështu zemra e ti, i bindur në Allahu xhallahu dhe i lidhur me të në vazhdimsi jopëtën. Nga dobit që marim këto të vëzërështë se, shikani, cili ja doli, cili ja ka dal, ai që ka qenë i verbër, a thu valë pse ati e ka këthuja Allah shikimin, është e vërtet. Mirë po, pse i verb t'ja ka dal, nuk ka basht e rastësishme. Syrë është begati, shikimi është begati Allah xhallahu, është mirësi që Allah në mundëson me pa një tjetër, me pa bukurit, me pa me ecë, me pa me lëviz, me pa me punu, është mirësi Allah xhallahu. Mirë po, në disë situata dush me ku një verbër. Ti shë po bësh që nuk po shë. Apo, në disë situata du të më ullë shikimin. Që me erujt zemën nga lakmia, me erujt epshin nga aktivizimi. Nga se problemi i shumë çështjeve në këtë botë, që njerëz nuk ngopën kur është lakmia.
E kjo lakmi me çka ushqet përmes shikimit. Për shembull, na nuk e dim kur çka na mungon, dhe të shohim atë çka ka. E kur është çorokjon unë ka gjani shtëpi kom drejtë, ama pas ka më mirë, e çatër fillon lakmia. Pse ke pa diçka më mirë se çjeti atë. Nëse nuk din me menaxhu shikimin, shikimi bëhet burim pastaj provokimet edhe lakmisë. Andaj ata dy kam pa, tani jetën kam pa kanë lakmu. Qëroni i shkreti s'kam, e që ky ka, unë s'kam. Tani jetën i ka shkutu lakmu. Ky vertë s'ka pa. E kër e ka begatu Allahu Gjallahu Ala, ka qeni knaqin me, a që i kepë Allahu të barek o tala. Prandaj të ndërvës duhet me rrujtë synin. Sot me hine për internet, me hine për rrjetet sociale, qka s'qe, në qfar do aspekti. Mirë për njët me rrujtë synin e ti. Mos me shiku gjithë konë, qëftë kuptimin e gjini sekundërt, mos me shiku, atje ku nuk i takon muslimat me shiku. Ma djetën e pasurit njerëzë mos i ka, qka për e këqyrin e pasurin? Të shë qëfar shpije ka filonit, qka për dy shpija filonit apë? A është e ju, tja ju, leja ka shpine vetë, a ti shpinë tonë. Këshyre shpinë tonë e knaqo. Nga se shpesher kemi begati që vallaj nuk i vlerësojmë. Thuhet një rast i vërtet, një njëri, mi ka bo shpija ti dëmon bajat. Ngosht, sporrijet, dëqysh, së është e këtime që shduhet, edhe ka dash me shqit. E ka dërgu kërkesën për me shqit në një prej kompanive që mirë me shqiblerët të patundshmërive. Ka të na dëmon kompani që mirën, firma që e dërgon, tani aje ka mjën që është ashet, e ka një përqindje dhe që është shqitet. Mi pa e tani ka aftësi me shqit, e reklamon, e fotografon, e bën video, edhe aje të që ka qish shpinë shqitje, duke prit që mi ushi shpia, tash është duke shletu katalog me blini shpi tjetër, mase që është këtë shpia për. Edhe e shë një shpi ka gjatë mirë, ka gjatë përshtatshme. E thë që ke kismet për shkej pives sa bëna të. Edhe shkëna tjetër që kjo shpi po pëlqen, ko ka përshtatshme, i thunë, shpia jotë është, dhe që kënë reklamu që shti se ke pa, se kanë gjohë shpinë e vetë nga reklama që ka po tjetër për. Njerë dikush ta livdon një sen, thush, për i me që te komuna, që shtu përndojera, po që shtu përndojnë, po se një vitën tonë. Pse? Përdorimi, përdeshimi begative të bënë, më të bu begatit normale, të zakonshme, jo interesant, rutine. Ama kër e hu begatin, e shë sa interesant të konë, e shë sa mirë të konë. Ose kër e livdon dikush, se ka, thush, te kësha pas që ka, që të shuj se ka këna mirë në vëdhën. Më dajte në vëzër, njëri duhet me rrujtë shikimin. Nga se sada që me pas në dunja, vallahi, gjithë ka ma mirë, apo, para 10 vjetë, dikush e ka pas kirin ma të mirë, apo, shtët se ka dikush tjetër, gjithë vjen një model ma i mirë, gjithë vjen të shka e shtume, shkën duko avancu teknologjia, përdimtaria, industria, shkën duko zhvillu. Ata nëse njeri si ka vendus pikën dikun të kërkesave, pa e ka presje, gjithë ka kërkesa, kur në ngopët. E këto kërkesa shtohen pa drejtësisht dhe pa nevoj si pasoj e qkafet synit. Ruje synit, mos shiko gjithë kun, këqyr qka të përket, këqyr qka të duhet, ledza, mësa, dëgja, të mira që duhet, mirë po, ato që e smujnë zemrën, e shtojnë lakmi, thu jo në falë, po s'jam interesut, nuk po më duhet. Nga së është problem nëse futet lakmia për mesynit, zemra mos përbalan, edhe dërzohet, e tani mo lakman. Kur gjë mos duket interesant, diri sa të arina që e ka marë. E kur arina to që e ka kërku, për të më thonë, prap lakman, e shë që s'ka ka jo funi, masoj ka të qka tjetër, gjithë mund lakmi, dhe më thonë, kejtë dunjon me osë ngijet. E kush e bën të pangopur? Syni. Prandaj, qka thot popullion? Syni e ka të pangim. Domthon, jo barkun ngijet, po synis ngijet. Se njëri sushjet me sy. Jo, njëri ushjet për me zgojës dhe në bark shkan. Barkun ngijet shpejt, po synis ngijet. Prandaj problemi është syni. Me rrujt njëri synin, me ullë shikimin në atë që nuk i përket. Këshyre bukurin tonë, këshyre mirësin tonë, këshyre rahatin tonë, elhamdulillah, apo, këshyre. E nëse duhet me këshyre në diqka, apo, ta është, dikur thot, e ka me këshyre në hoqë, jo ki ka këshyre balë, këshyre në atë që është ma i devatë shumë se ti,
Këshirna që është ma i mirë se ti, ma i dishëm se ti, ma i dëbishëm se ti, e që ti këshirë, qëra balë për mduke që musliman e që pas ka halama musliman sënë. Balë për mduke që për jepi pas ka ma shumë sënë, e që tu këshirë. Nga se këtu shtohet për mirësia, edhe dopsohet lakmija. Pra ndaj dush me ditë ka me këshirë. E ke pa dhe në rrugë mësë me këshirë ku duhet, të merë kjerë, edhe këtu të merë dunjoja, të shkel dunjoja, të shkel materializmi. Nëse nuk din ku me shiku, shika i ndëruar atje ku duhet, atje ku nuk të përket, ku nuk duhet, ole shikimin edhe kalë rrugun, edhe e stutje, nuk është punë e jotja. Dhe e fundi që në përmend të ndërruazër është se ata ishin sprov, apo kur nuk patën. A ishin sprov kur nuk patën. A ishin sprov kur ishin smut. A ishin sprov, po. Ishin sprov. Mirë po, kur nuk patën, një farë sabre e bëjshin. Qashtu, që ka që s'po kena mundësi ma shumë, bëjshin sabre. Po kur ju dha Allahu Gjallahu Ala, edhe kështë të sprov. Tani nuk dërun. Tani nuk e të regun borat mira, për. Andaj të ndërru dhezër, ka dikush i cili që sa ma shumë Allahu jep, ma shumë i pakohet durimi, ma shumë i pakohet besimi, ma shumë i pakohet dëvëshmëria. E dikush e ka të këndër. Na duhet që, sikur se përmena, në gjithë situatë me qenë përkushtuar ndaj Allahut të mënduar. Dhe në përmbyllet të ndërru dhezër, pyetja, pse i pari ja doli, e dytë si ja dolën? Pse? Pse dytë parët të ndërru dhezër, ishin gënjeshtar, me rana si adel kur. Që ta thot popullin, rana i ka komte e shkurta, shkon nga shpejt nëzinet, shpejt kapët. Prandaj, këta gënjyn, valla vetë e kon fitu, jena lodh babë gjesh. Po gënjen, se ti e di që së qështu, po. Edhe u demaskuan me në dështuan. Andaj me gënjeshtra, së një adel. Dikush ka mundësi, rani ko, mashtran, ama demaskuat, poshtnuat. S'ka mundësi ta njëtë me në mashtruat. Gënjeshtra është e cila demaskon. Edhe me djemalsia. A i fukaraja ka ardhë, po, s'kam, hajtë të cudhës tone. Kush është me ndjemadh, kush është arrogant, kush është mohues, kush është mos mirnjas, kush është gënjeshtar, nuk ja del. E pse ja doli i verbti, që ja këthe Allah shikimin, nga se e fulit vërtetën. Tha, qashtu të është, kam qenë i verbër, Allah ma ka shikimin, qashtu të është. Edhe pse nuk ishte në favorin e ti me folë të vërtetën, nga se u deshtan mjallon do dele, ama s'prish pun, besimtari e pagun me qka do qoftë, çmimin e thënjes së vërtet. E pagun, nga se ka kosto e vërteta, ama e pagun se avlen, a e pagoj do më onë çmimin e të vërtetës. Prandaj ja doli, pse e tha të vërtetën, ja doli pse ishte modest, ja doli pse ishte bamirës, për që të ja ka doli. Andaj të ndërvëllëzëm, sa të flasim të vërtetën, sa t'jemi modest, sa t'jemi bashkëpunëtor me zveti, sa jemi mirë njës dhe begative të Allahu Gjallahu Ala, Allahu në ndihmon mi adolë në situatë. Nëse gënjim, mashtrojmë, në qëfar dojë situatë, anë tregtia, në puna, në politika, ku do kofë që gënjet, nuk ja del. Nga se gënjeshtra është poshtnim. Edhe arrogancë dhe menimallësia është rjetë që të lidhë nuk lënë mi adolë. Kime me gjithmonë në kriza të poshtërsisë e atë nëgjimi në dunja e në heret Allah në ruajt. A në kjo është një shambull praktik dhe konkret, që është njeri ja doli e dytë nuk ja dolën, me disa shambull praktik dhe komente të kësaj ngjarje që pa dyshim ka shumë atë përse kaq, por me që ka arku e zonin me kaq po e përfundojmë. Allah në begatovi mirësit e ti, e në bëftë Allah mirë njës në begative ti. Allah bëftë që gjithë mirësi që në jep, në fuqizot lidhja me Allahun, dhe të në fuqizot pas e lidhja me zvete, e ti më bëmirës e më të lidhë me zvete. Në mundësot Allah me folë të vërtetën, në rrut nga gënjeshtra, nga mashtrimet, dhe Allahu Gjallahu në begatovi mirësit e ti në dunja, dhe me shpëlimet e ti në ahiret. Kaq për këtë pjesë, Zoti është përbleft. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.